Dashi. Sot ndjen energji të reja që të frymëzojnë për të ndërmarrë hapa të rinj. Në zemër do të kesh mundësinë të ndash momente të ëmblamedik të veçantë, ndaj jep hapësirë për dashurinë dhe mos u nguro të shprehësh ndjenjat. Në punë, kreativiteti yt do të shkëlqejë, por ki kujdes të mos ngatërohesh në detaje të panevojshme. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet impulsive. Mund të jetë e dobishme të mblidhesh me miq të vjetër për të rimarrë frymëzinë dhe këshilla. Lëre intuitën të udhëheqë në zgjedhjet e ditës. Energjia pozitive kishte kohë që po priste t'ju përqafonte, vetëm bëhu i hapur për të pranuar gjithçka që vjen. Buzëqesh dhe përqafo ndryshimet me krah hapur. Demi. Sot, thellësia e ndjenjave të tua do të shkëlqejë si një perlë fshehur. Në marrëdhënie është momenti ideal për të ndarë mendime të sinqerta me partnerin. Kjo do të sjellë një ndjesë afërsie dhe mirëkuptimi, duke forcuar lidhjen tuaj. Në aspektin profesional, qëndro i përqendruar drejt qëllimeve. Mund të hasësh një sfidë të vogël, por me pak durim dhe vendosmëri do ta kalosh me sukses. Financat kërkojnë kujdes, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme dhe kontrollo buxhetin për të ardhmen. Shijoni momentet e thjeshta të ditës dhe vlerësoni bukurinë e detajeve të vogla. Udhëzohuni nga intuita juaj dhe lini zemrën të flasë. Sot është dita për të jetuar me ndjenjë. Binjakët. Ditën e sotme do të ndjeni se zemra juaj është e mbushur me energji pozitive. Është koha e duhur për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të ndjekur pasionet tuaja. Në dashuri, mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja. Partneri juaj do ta vlerësojë sinqeritetin. Në punë, përqendrohuni te detajet sepse mundësitë e reja po shfaqen në mënyrë të papritur. Sa i përket financave, tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet e panevojshme dhe shmangni impulsivitetin. Një kohë e kaluar në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni ekuilibrin dhe qetësinë shpirtërore. Përfundoni ditën me një moment reflektimi ose meditim do të ndihmojë në forimin e vendimeve të reja për të ardhmen. Besoni në potencialin tuaj dhe mos ndaloni së ëndërruari. Daforia. Një ditë e mbushur me ndjeshmëri dhe emocione të thella. Përqendrohu në zemrën tënde dhe dëgjoje atë me kujdes. Në marrëdhënie, hap zemrën për biseda të sinqerta, pasi mund të çlirosh tensione të fshehura. Në punë, përpiqu të mos e lësh emocionin të ndikojë në vendimet e tua profesionale. Qetësia është çelësi i suksesit sot. Kujdes me shpenzimet, një planifikim i mirë të ndihmon të ruash ekuilibrin financiar. Ndërsa dita përparon, mund të ndjesh nevojën për pak kohë vetëm, për të rifreskuar dhe rifituar energjitë. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund të jetë shoqërues i përsosur. Kujto të vlerësosh çdo moment të vogël që të bie rrugës, pasi ata japin ngjyrat e jetës. Luani. Dita e sotme sjell një ndjenjë freskie dhe gjallërie në jetën tënde. Në çështjet e zemrës është momenti ideal për një bisedë të sinqertë me partnerin, duke ndarë dëshirat dhe nevojat e tua. Në punë, shfaq kurreshtje dhe kreativitete të reja, sepse mund të dalin mundësi që s'duhet t'i lëshosh pa u provuar. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, kursimi i vogël i sotëm do të sjellë frytet e veta më vonë. Ndjesitë e përgjithshme janë të mbushura me optimizëm dhe ambicie, duke të nxitur të arrish majat e reja. Meditimi ose një ecje në natyrë mund të ofrojë qetësinë që kërkon. Ky është momenti për të lidhur me veten dhe për të dëgjuar atë që zemra të tholl. Dëgjoje. Virgjëresha. Dita e sotme premton një ndjenjë qetësie dhe reflektimi të thellë. Ndërsa zgjidhni sfidat e punës me durim dhe aftësi, energjia juaj do të ndriçojë mjedisin përreth. Në dashuri është koha për të dëgjuar më shumë dhe për të shfaqur mirëkuptim të sinqertë ndaj partnerit. Kushtojini vëmendje detajeve të vogla që mund të sjellin ndryshime të mëdha në marrëdhëniet tuaja. Financat kërkojnë një qasje të kujdesshme, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe investoni në mënyrë të zgjuar. Sot është një ditë e shkëlqyeshme për të medituar dhe për të rintegruar ndjenjën e paqes në rutinën tuaj. Lejoni që fryma e krijimtarisë të udhëheqë mendimet dhe veprimet tuaja, duke i dhënë jetë ideve që kanë mbetur në heshtje për kohë të gjatë. Dëshorja. Në këtë ditë të qetë në fund të nëntorit, energjia juajve të fton të ndalosh për një moment për të reflektuar. Në çështjet e zemrës, komunikimi do të jetë çelësi i harmonisë. Kërko të dëgjosh dhe të kuptosh më shumë se sa të flasësh. Në punë, sfidat e vogla mund të shfaqen, por me durim dhe kreativitet do t'i tejkalosh me sukses. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, bëj kujdes në shpenzimet impulsive dhe mendohu 2 herë para se të investosh. Ndjesitë e përgjithshme janë të buta dhe të qëndrueshme, duke të ofruar një kuptim të ri të ekuilibrit personal. Kujdesu për trupin dhe shpirtin tënd, duke gjetur kohë për meditim ose një shëtitje në natyrë. Mos harroni, çdo sfidë sjell një mundësi të re. Akrepi.
Sot ndihesh më i lidhur me emocionet e tua dhe kjo aftësi do të ndihmojë të zgjidhësh çështje të mbetura pezull. Në dashuri, dëgjo me kujdes atë që partneri të thotë. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi të re. Në punë, kreativiteti yt do të shndërrohet në një burim frymëzimi për të tjerët. Mos ki frikë të ndash idetë e tua, pasi mund të bëjnë një ndryshim të madh. Në aspektin financiar, qëndro larg shpenzimeve të panevojshme dhe bëj plane për investime afatgjata. Sot ke shansin të shohësh përparime të vogla që do të çojnë në suksese të mëdha. Kujdesi për veten është çelësi, mos e anashkalo rëndësinë e momenteve të qeta dhe relaksuese. Besimi në intuitën tënde do të udhëheqë drejt rrugës së duhur. Shigjetari. Energjia kozmike sot është në favorin tënd, duke të ofruar mundësi të reja në karrierë. Është një moment i mirë për të eksploruar horizonte të reja dhe për të shfaqur kreativitetin tënd. Nëse ndihesh i ngarkuar, merri gjërat me qetësi dhe mos u nxito të veprosh pa menduar. Në dashuri, është koha për të ofruar më shumë me partnerin, duke ndarë mendime dhe emocione. Një bisedë e thellë mund të sjellë mirëkuptim të ri midis jush. Sa i përket financave, bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme dhe fokusohu në kursimet afatgjata. Shihimi i momenteve të vogla do të sjellë kënaqësi të madhe. Jepi kohë vetes për reflektim dhe për të ushqyer shpirtin tënd me pozitivitet. Britsjapi. Sot bota duket sikur të fton të ndihesh më pranë të dashurve të zemrës, duke të shumë fishuar gëzimin e brendshëm. Në punë, një mundësi e re do të dalë para teje, kap atë pa hezituar, pasi të çon drejt një hapi të rëndësishëm për karrierën tënde. Për sa i përket financave, qasja e kujdesshme që ke mbajtur deri tani të ndihmon të ruash stabilitetin financiar. Sot, mendo për investime të vogla që mund të sjellin përfitime më vonë. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë afërsi dhe forcë të re në marrëdhënien tuaj. Mos harro të dëgjosh zemrën, ajo ka shumë për të thënë. Ndjenjat po shkojnë drejt harmonisë dhe paqes së brendshme. Shijoje këtë ndjesi të këndshme. Ujori. Ndërsa dita fillon, ajo sjell me vete një valë të freskët energjie që ndriçon çdo hap tuajin. Përqendrohuni në komunikimin me ata që ju janë të dashur dhe mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, krijimtaria juaj do të shkëlqejë, duke ofruar zgjidhje inovative për sfida të vjetra. Kujdesuni për financat tuaja duke analizuar me kujdes çdo shpenzim të panevojshëm. Bëhuni të duruar me veten dhe mos harroni se nganjëherë gjërat e mira kërkojnë kohë për t'u realizuar. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë një afrimitet të ri dhe të papritur me partnerin. Kërkoni momente të qeta për të medituar dhe për t'u rikthyer në harmoninë tuaj të brendshme. Mos harroni të vlerësoni çdo buzëqeshje dhe moment të gëzueshëm. Peshqit. Dita e sotme mbart një energji të posaçme që mund të ndihmojë në transformimin e marrëdhënieve personale. Është koha e duhur për të shprehur ndjenjat e tua dhe për të dëgjuar me kujdes ato të tjerëve. Në punë, përkushtimi yt po të çon drejt arritjeve të reja. Mos hezito të sugjerosh ide të reja, pasi kreativiteti yt do të vlerësohet. Nga ana financiare, është e rëndësishme të qëndrosh i organizuar dhe të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Merr kohë për të reflektuar mbi atë që të bën të lumtur dhe ndjek pasionet e tua. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë për të qetësuar mendjen dhe për të rigjetur energjinë. Beso në intuitën tënde dhe do të ndihesh më i qetë.